Atëherë të nderuar kolegë asamblesë, të nderuar qytetarë të komunës së Shtimës, sot kemi ndërprer për një pauzë të shkurtë seancën, po realisht gjati pak më shumë pas disa konsultimeve me shefat e grupeve. Tani kemi korumin që të vazhdojmë me seancën, kemi me të pika e parë e rendit ditës, do të thotë rendi ditës ka kalu. Diskutime të pika parë që është shqyrtimi e thrak proces verbal nga mbledhja mbajtur me datë 24/2/2025 nuk kemi pas, atëherë kam bejë që kjo pik e rendit ditës vetëm që të hudhët votim dhe të vazhdoj me pika tjera me radhë. Kështu që unë tani po hudhën votim pikën e parë, korumin e kemi prej 11 asamblesëve. Kush është për që pika parë, shqyrtimi e thrak proces verbal nga mbledhja mbajtur me datë 24/2/2025 të kaloj? Nga 11 të praneshëm, unanimisht. Faleminderit kolegë, vazhdoj me pikën e 2 që është rishqyrtimi i rregullores komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2025 në PI V01 fraksion 23 të datës 27 parin 2025 si pas rekomandimit të Ministrisë së Shëndetësisë me numër 05/1376 të datës 25/2/2025. Do të thotë kjo pika kalon seancën e fundit, unanimisht, parafundit realisht, dhe Ministria e Shëndetësisë na ka rekomanduar që ndryshohen disa çështje. Ato në drejtorinë e financave janë ndryshuar, në Komitetin për Politikë dhe Financa ka kalu kjo pikë me shumicë votas dhe i rekomandon edhe kuvendit që të kaloj me rekomandimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Kishim shku drejt në votim, apo e dëshiron dikush fjalën? Okej, shkojmë votim. Kush është për që kjo pikë të kaloj me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë? Do të thotë kemi 11 vota për, kundër abstenim nuk ka. Vazhdojmë me pikën e tretë, që janë pasqyrat financiare për vitin 2024. Këtu e ke edhe kjo në Komitetin për Politikë dhe Financa ka kalu, materialin e keni marrë gjithë me kohë, po dhe rekomandimet gjithashtu. Drejtori i Financave në komitet e ka sqaruar këtë pikë në ditën e mbledhjes së komitetit. Po për hir të qytetarëve, unë do t'ja jap fjalën drejtorit të Financave zotëri Ahmetit që të elaboroj këtë pikë shkurtimisht e pastaj të hapim diskutimin. Urdhëno zotëri Ahmeti. Faleminderit kryesues, përshëndetje për juve, ekzekutivin, asamblesë të praneshme dhe gjithë qytetarët komunës Shtimës. Me lejoni që përmes kësaj seance të paraqesim raportin për pasqyrat financiare për vitin 2024 duke u bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësitë, si dhe 03 fraksion L 048 dhe 03 L fraksion 22 Buxheti fillestar i komunës Shtimës për vitin 2024 ka qenë 9.906.819 i aprovuar në kuvendin e komunës dhe në buxhetin nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Mirë po, në fund vitit buxheti alokuar për vitin fiskal 2024 është 11.361.029.5 cent. Ky buxhet është i alokuar për shkak të gjatë vitit i kemi pas edhe disa burime tjera të financimit, siç janë tyrat e bartra nga viti 2023, që kanë qenë 628.753.5 cent, grandi donatorët në brendshëm është 1.202.9, ndërsa me vendim të qeverisë në fund vitit për mbulesë të paga të kontratës kolektive, cilat kanë qenë është shuma prej 324.412.25, si dhe për fund është shuma prej 293.691 është huamarrja nga klauzula investimeve, që në total bojnë 19.361.029.5 cent. Ndërsa tyrat vetanakët komunës Shtimës për vitin 2024 kanë qenë 763.336.26, që do të thotë që projeksionet e tyra vetanakër për 570.000 janë të i kalu dhe një pjesa tjetër mbartët këtë vit.
Gjithashtu, ma poshtë kena buxhetin e shpërndona për gjitha kategoritë ekonomike, te pagat buxheti final ka qenë 5.929.000, mallet e shërbimit është 1.470.000, shpenzimet komunale 220.000, transferet, subvencionet transferet janë 500.000 dhe shpenzimet kapitale janë 3.241.000. Buxhetin total është 97.2 i shpenzuar, te kategoria paga është 99.95, 95.16 te mallet e shërbimit, 99.75% komunalit, subvencionet 89.8, ndërsa kapitalet është 94.01. Ma poshtë e kena buxhetin, e kena materialet e cili është i shpërndan në për gjitha zërat ekonomik, gjitha kategoritë ekonomike, duke përfshi pagat, mallet e shërbimit, shpenzimet komunale, subvencionet dhe investimet kapitale, është në për gjitha kodet ekonomike, në për gjitha zërat ekonomik, që besoj që nuk është e nevojshme me shumë detalj se cilin për shkak që është material shumë i madh. Ndërsa në fund, për fund është gjithsej llogaritë argëtueshme për vitin 2024 janë 843.377.4. Faturat e papaguara, obligimet e papaguara janë 645.217.8, nga ato janë 26.000 janë faturat janë faturat të papaguara, ndërsa pjesa tjetër për 618.842 është i takon vendimeve të gjykatës, të cilat janë për kontratën kolektive, ndërsa detyrimet kontingjent janë 907.019.07. Pasuria gjithsej, pasuria jo financiare vlerë mbi një mirë është 57 milionë, komunës Times e 78.818.41, ndërsa janë pasurit jo kapitale me vlerë në një mirë 292.82, 292.882.83, stoqet 7 milion